Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes këtu nga emisioni intervista e ditës në Dritare Televizion. Jemi drejt për së drejti ditën e sotme, do të ndalim pikërisht tek zhvillimet e fundit, ku do të ndalemi tek protesta e organizuar ditën e dieshme në datën 31 në orën 18:00, ku pikërisht kishte në qendër të vëmendjes protestën e cila u organizua një ditë më herët në Zvërnec, e cila ishte pjesë e një konflikti për çështje pronare. Ditën e sotme në panelin tim këtu në intervistën e ditës kam të ftuar kolegen Juarda Allgo, të cilën kam kënaqësi ta përshëndes dhe falenderoj që pranoi ftesën. Juarda, të falenderoj dhe kënaqësi. Përshëndetje miki, kënaqësia ime. Gjithashtu pjesë e panelit tim ditën e sotme kam edhe Ores Berberi, mikun tim të kahershëm të emisionit intervista ditës. Ores, të falenderoj dhe një herë kënaqësi për mua. Faleminderit për ftesën. Do ta nisim këtë intervistë gjithashtu pa humbur kohë me kolegen time Juarda Allgo, e cila ditën e dieshme ka qenë prezente në raportim drejt për së drejti në lidhje me protestën e cila u organizua ditën e dieshme në orën 18:00. Juarda, si ishte organizimi i kësaj proteste, si e pat ju protestën ditën e dieshme? Shikoj Miguel, ne zakonisht në gazetarët jemi mësuar që protestat të thirrhen nga politika. Kur u thirr një protestë nga shoqëria civile, tham ok, pjesëmarrja do jetë shumë e dobët, një lloj siç ishte për protestën që u thirrën në ligje me ngritjen e çmimit të naftës. Kur kemi dalur në terren, jo vetëm që kishte pjesëmarrje, por ajo që mua më bëri të ndjesha shumë mirë ishte fryma rinore. Pasi zakonisht nëpër protesta shohim që nuk kemi shumë frymë rinore, rasti i djeshtëm ishte perfekt për të thënë që fryma rinore ishte ajo që mbizotëronte. Organizimi ishte i mirë, kishte vend për përmirësim, të paktën në vend në ligje me detajet e vendogjes. Jemi konfuzuar pak në fillim, pasi detajet ishin drejtoria e përgjithshme e Tiranës, ne morëm drejtorinë tamam që ndoqët në Deldem, u dol pastaj Ministria e Brendshme dhe kaluam duke filluar startimin e protestës në drejtorinë e Policisë të Tiranës. Ores, ditën e dieshme gjithashtu protestës ishit bashkuar edhe ju. Si ishte protesta e organizuar në krahasim me protestat politike të cilat ju jeni mësuar masivisht me këto mos kohëve të fundit? Shiko, protestat politike janë sjellë njerëzit më të hundës në realitetin, edhe e kanë bërë njerëzit më shumë ti marrin inat ato protesta dhe ti bojkotojnë sesa ti bëjnë pjesë e tyre, të vazhdojnë për të mbështetur një parti apo një forcë politike. Ajo djeshmja nuk ishte asgjë tjetër veç se një gjë e ngritur thjesht nga fryma. Nuk kishte fare detaj organizimi, nuk kishte të bënte fare organizimi, edukacioni vendosur, thjesht njerëzit që marshonin në rrugët e Tiranës, thirrjet që bëshin që njerëzit bashkoheshin me ata të tjerë që kishin ndërmarrë dhe ishin bashkuar protestës. Pra ajo ishte një gjë krejt spontane në rrugët e Tiranës që mblodhi njerëz nga trotuari, dhe ajo që përdoret shumë në për protestat politike është njerëzit që rrinë për kafe. Dhe ajo që vura re dje ishte pikërisht që njerëzit e kafes u ngritën këmbë edhe u bashkuan protestës. Studentët kishin lënë mësimin kur panë që protesta ishte masive dhe kishin ardhur në shesh. Pash aty të rinj dhe të reja pa diskutim të rinj që për herë të parë kishin marrë frymëzim për të dalë në shesh dhe shikoja një frymë jashtëzakonisht ishte unë kur u ngjita atje dhe fola dhe pash që sheshi ishte plot. Ishte një zemra mal, si thon, por për te emocioneve, ajo protesta e djeshme më tregoi edhe një herë dhe më bëri të besoj edhe një herë se shqiptarët kur i preket dinjiteti në radhë të parë, kur i preket ajo çka është thelbi i tyre, që është shoqëria, familja dhe prona, shqiptarët ngrihen. Nuk i intereson kush është partia politike që është pushtet apo në opozit, nuk i intereson kush është politikani që fshihet mbas para i mbron apo se mbron. Pra, shqiptarët dje u ngritën pa parti politike, pa politikan, pa thirrje proteste nga kryetar opozite, u ngritën pa thirrje në media kombëtare. Pra edhe ajo që është e rëndësishme për ta thënë është që asnjë media kombëtare nuk e ka dhënë lajmin e kësaj proteste. Asnjë media kombëtare nuk i ka bërë jehon kësaj proteste, për veçërisave që kanë në Instagram. Asnjë media kombëtare që kur vjen puna për te kryetari i opozitës janë nga 20 operatorë dhe 40 gazetarë. As kur vjen puna ke kryeministri Rama që ishte live sot në orën 10 për të bërë atë sqarimin mbi Zvërnecin, ishin me qindra gazetarë dhe kamera dhe çdo televizion ishte në transmetim. Dje ishte një shok total për median, për politikën dhe për këtë tjetër. Ajo çka mua më pëlqeu dje ishte që qytetarët nga fillimi dhe deri në fund kanë qëndruar stoik në atë protestë. Duke filluar nga drejtoria e Policisë së Tiranës, tek Ministria e Brendshme, nga Ministria e Brendshme tek Kryeministria. Asnjë qytetar nuk ka lëvizur nga sheshi apo nga marshimi. Ajo çka dje mua personalisht më ka pëlqyer dhe më ka bërë të besoj
atë që sa po thash më përpara, është që të rinjt më në fund po zgjohen. Të rinjt më në fund nuk po ndikohen më nga politika. Të rinjt më në fund nuk po marrin më leksione nga të vjetrit dhe të rinjt më në fund po marrin përgjegjësitë që i takon. Mua kjo më pëlqen pavarësisht se kush do ketë qef të dalin krye tjetër me ata në detajet të parancishme, mua më intereson që qoftë edhe një njeri që vjen për të qenë prezent në shesh e ka dhënë kontributin e tij. E ka dhënë mesazhin e tij dhe e ka dhënë forcën e tij. Dhe ajo e djeshmja ishte befasuese dhe unë besoj që duhet të vazhdoj me patjetër dhe duhet që të ketë thirrje të jashtëzakonshme për këto protesta dhe të jepet pa diskutim hapësira e merituar çdo deriu që do të jetë në ato protesta të ngrizarin. Ores, ndani pak këtu, ju lutem, se ju mendoni që të rinjve nuk ju është dhënë hapësira mediatike për çështjen që ata ngrejnë? Shiko, nuk është çështja i jepet hapësira mediatike të rinjve apo jo. Nuk po flas hapësira vetëm në media. Në media sot mund dali dikush që përfaqëson politikët, siç kam qenë unë, apo jam akoma, mund dali një gazetar, mund dali një ekspert i fushës, mund dali një student për një kauzë studentore. Pra këto nuk është se mungojnë apo kanë munguar. Pa diskutim, mediat kombëtare e kanë gabimin e tyre, por nuk do të hyj këtyre detajeve. Mua më intereson thelbi i protestës. Nuk më intereson nëse do ketë aty të rinj që do thonë e bëra unë, isha unë, shkova unë. Mua më intereson që ata të rinj që dolën dje, ashtu siç e thirrën në TikTok, Instagram dhe Facebook, ta vazhdojnë të thrasin akoma, ashtu siç u ngritën dje me ato thirrjet e tyre kundrejt gjithë politikës, pa dallim ngjyre, ashtu të vazhdoj akoma. Pra nuk po të jepet hapësira njerëzve që të shprehen lirshëm. Nuk është vetëm media ajo që i bën njerëzit të shprehen lirshëm. Sheshi dje tregoi që edhe pa media njerëzit ngrihen. Dhe besoj dhe kjo frym duhet të qëndrojë dhe duhet të luftuar fort. Shiko, ndjesja ndërpres këtë mënyrë që ju nisët që po dialogoni, po mendimi im është që jo media e bën një protestë. Mendoj se një popull mund të ngrihet pa organizimin e një partie opozitare. Patjetër, pa diskutim. Jo, patjetër. Dhe nuk mundet të themi që media është një ndër komponentët e cila mundet të japi një plus protestës. Unë e shoh në këndvështrim tjetër këtë. Jep një ehon. Pra nëse kam edhe kolegen të pranishme këtu, Jorda, ju si e shihni këtë pjesë? Shiko, kjo është shumë e drejtë që zakonisht media janë ato që vënë censur. Ka raste që vënë censur. Ka raste e djeshëm ishte një prej tyre. Por unë bëj një përjashtim në këtë rast, pasi media dje kanë raportuar. Unë kam qenë në fillim fare, kisha këtë informacion që ju keni. Në fillim fare, ne jemi drejtuar drejtorisë së përgjithshme të Tiranës. Unë aty jam asur me 2-3 kolegë të mi, televizionet të tjera, ku të gjithë kishin ardhur për të raportuar. Kemi dalur ne si gazetar, kemi raportuar apo jo? Kjo nuk është e rëndësishme. E rëndësishme është që ka pasur plane direkte nga protesta e djeshme. Këto nuk mund ta mohojmë dot, sepse ka qenë në momentin që ne mund të mohojmë këtu të themi po ne si gazetar, por çfarë ishim aty me logo? Se në reakt të parë në gazetarët jemi qytetarë, përpara se të dalin në atë, të themi në atë siglën e gazetarit, jemi aty për të protestuar nga ne njëkohësisht si gjithë të tjerë, si gjithë qytetarët e tjerë. Por ajo që mua më bëri përshtypje dje, unë dje jam asur me 2-3 kolegët e mi, si për shembull Osman Stafa, Renat Saliani, që në mëngjes i kisha parë në Instagram që kishin qenë në Vlorë. Dhe i thash, po ju kur përfunduat këtu? Më tha mua, e nisëm edicionin e lajmeve të mëngjesit, shkova në Vlorë, kam marrë një frym këtu. Pra, përveç se kanë raportuar për veten e tyre, se gjithë ne si gazetarë kemi mbajtur si protestë në rrjetet tona sociale, por kanë raportuar nga për televizionin ku do të kanë qenë. Kjo nuk mund të mohohet. Jo, do të kuptoj pak thelbin, nuk po them raportimin, pa diskutim raportimi dje është bërë dhe ka pasur kamera aty. Nuk po mohoj këtë pjesë, nuk po them që s'kishte gazetar. Unë kam takuar vetë zotërinë në fjalë. Kam parë dhe media që kanë raportuar, kanë bërë disa kronika e tjera me radhë, po flas lajmi kur është dhënë për protestën, nuk është bërë jehon tek mediat kombëtare siç bëhet jehon protestës opozitës. Po, patjetër. Pra këtë po them, opozitës i bëhet jehon dhe qytetarëve nuk i është bërë jehon. Pra, nëse një qytetar, nëse ky grupimi, pra ta marrim protestën e djeshme. Protesta e djeshme dha një njoftim për sot. Dhe në kronikat e lajmeve nuk besoj, nuk është cituar që sot në orën 6 ka protestë. Pra unë po them që në edicionet e lajmeve nuk citohet që sot qytetarët kanë protestë. Pra këtë dakor, ju nga keni marrë informacionin që ditën e djeshme kishte një protestë. Tek mediat sociale, unë mbylesa kam parë në Facebook nga një aktiviste shumë nderuar, e kam shpërndar dhe vetë posterin aty në story në rrjetet e mia sociale, kam bërë dhe thirrje për të bashkuar dhe të tjerë, pa dashur të hyjë në protagonizëm e gjë të tjerë, gjë që s'më intereson, por
Ajo që ishte thelbësore ishte që pash dhe njerëz që ishin influencer në TikTok, pash dhe njerëz të showbizit, pash edhe gazetar, pash nga gjitha fushat. Shiko, unë dua të ndalem pak dhe çështja e influencerëve. Unë dje një lloj seriosi kam parë vërtet shumë influencer. Por problemi që ndronte që bënin atë video, nga shumica e tyre largoheshin. Dhe nga ana tjetër, po të shikoje shumicën e story të tyre, ishin mediat nuk po raportojnë. Nga mua më vjen shumë keq, e shpeshherë situatat në Shqipëri që janë vërtet alarmante, për të ngritur zërin, këtu nuk ngrihen, po thjesht të merren si çështje nga influencerët, nga tiktokeret, për të kapur momentin. Shikon, një sekond, më fal. Shumë njerëz, me aq sa eksperiencë u kam në protestat, mundohen ta trajtojnë protestën ose si pronë, le ta themi, në një farë mënyre, ose si të tyre. Ajo protestë dhe çdo protestë tjetër nuk është askujt. Dhe çdo kush ka të drejtën të bëjë çfarë dojë. Mund të bëj video, mund të kapi momentin, mund të kapi viewsat, mund të kapi. E rëndësishme është që asaj të jepet jehon nga kushdo. Se vin një influencer, bën një video, e hedh në TikTok dhe pa diskutim merr jehon shumë të madhe, bravo i qoftë. Nëse vjen një aktivist politik aty, është pranë aty studentëve dhe njerëzve, dhe bërtet me të madhe dhe një xhire zëri, bravo i qoftë. A e ka prapavi politike? Kërkujt nuk intereson. A është një gazetar i cili ka ardhur ka bërë raportime dhe një kohësisht po proteston, bravo i qoftë. Nuk është çuar lajmi që ai raportoi. Askujt nuk intereson. Pra, thelbi duhet të qëndrojë tek protesta, dhe pse kjo protestë u thirr? Sepse një i ri, pak më i madh se ne, apo moshatare disave aty, u dhunua në mënyrë makabër, u tërhoj zvarr dhe i është vënë gardhi një vendi piktoresk shumë bukur që e kanë gjithë shqiptarët. Ky është thelbi i protestës. Thelbi i protestës nuk është për të bërë garë me opozitën, nuk është për të bërë garë me median. Mediat po të duan të raportojnë, le ta raportojnë. Po të duan të japin live, le ta japin live. Qytetarët po ngrihen për veten e tyre që të japin një mesazh qeverisë. Sot Edi Rama doli me urgjencë në orën 10 për të bërë atë sqarimin. E bëri sqarimin dhe kërkoi edhe falje. Pra kryeministri i vendit kërkon falje. Por prapë se prapë rana kontradikt. Jo, pa diskutim ai nuk do të hyj fare se çka ka thënë, se nuk më intereson fare. Çdo gjë nga fillimi deri në fund krye kaput është mashtrim. Por e kanë fjalën që një kryeministër i vendit që del dhe kërkon falje e ndjen një rrezik. Dhe nga erdhi ky rrezik? Nga qytetarët, nga rrugisat e Tiranës, duke filluar nga Myslim Shyri, te bulevardit Dëshmorët e Kombit, te Ministria e Brendshme, te Pedonale, u mblodhën njerëz me një tjetrin dhe detyruan kryeministrin e vendit të kërkonte falje. E detyruan opozitën që thotë që protestat i organizon Rama, se ishin më masive se ati. Pra politika këtë punë ka. Analistët nëpër media që paguhen nga njëra palë apo nga tjetra këtë punë kanë. Pra, ata janë marrë gjithjetën e tyre për të baltosur një kaos qytetare dhe pa diskutim do të gjejmë shumë për këtë kaos të thëna dhe të pathëna. Ore, pyetja ime për ju është, duhet ishin dhe deputetë të opozitës të parishën ditën e djeshme, duhet të ishin, pavarësisht se Jo, fare, nuk ishin. Nuk ishin dhe deputetët e opozitës e kanë përshëndetur këtë protest nga larg. Deputetët e opozitës përfaqësojnë një forcë politike, ku kryetari i saj doli sot dhe tha ne nuk jemi kundër projektit. Dhe ku kryetari i saj deklaron që ne nuk jemi kundër projektit, pa diskutim vetë palë me qeverinë që nuk e kundërshton projektin, dhe qytetarët janë kundër projektit. Nëse qytetarët janë kundër dhe partitë politike janë bashkë me njëra tjetrën kundër projektit, atëherë deputetët e opozitës nuk i lidh asgjë me qytetarët e të rinj. Dhe nëse deputetët unë ta garantoj që nëse do të vinë aty, do të ketë një zallamajis që ndodhi me protestën e studentëve, si ndodhi me protestën e tjerë. Pra, deputetët e opozitës, forumet rinore të partive politike, kur vinë grupimet të caktuara me direktiva nga selit qendrore, nuk e lën atë protestë të zhvillohet. Kështu ndodhi në 2018 me Lul Bashën dhe forumin rinor të PD-s, ku unë jam pa diskutim, jam vetë dhe di shumë mirë se çka ka ndodhur. Ashtu ka qenë u shkatura protesta e studentëve. Ashtu hyni edhe Freshi, por brenda protestës së studentëve. Ashtu ka qenë edhe Arlind Qorri, që mas protestës të studentëve krijoi partinë e tij. Pra, nëse dikush, një individ që është i angazhuar politik, vjen si qytetar, edhe unë përfshi dhe mua tek këta, se nuk mund të them që unë jam i kauzave qytetare sepse e përfaqësoj një parti politike, unë shkoj aty zotërisht si individ. Unë nuk shkoj të përfaqësoj as opozitën, as deputetën, as një grupim të caktuar. Nëse duhet të rri tek fundi i rreshtit, do rri tek fundi i rreshtit. Nëse duhet të rri në fund të njerëzve, do rri në fund të njerëzve. Nëse nuk duhet të dukem, nuk duhet të dukem. Pse? Që kjo kauzë të mos baltoset. Nëse do të vinë përfaqësues politik që sot e kanë shkatruar Shqipërinë këtu e 36 vite, kjo kauzë do përfundoj po njësoj. Unë jam i bindur që kjo nuk do të përfundoj njësoj,
sepse të rinjt nuk kanë cicmice në përvesh e shushunja në përvesh t'i ndalojnë, siç ka ndodhur herët e tjera. Dhe nëse ato njerëz analistë për media apo tjerë me radhë nuk po bëjnë sulm në media, pa diskutim jo, por nëse analistët që janë aty në media thonë gjatë gjithë kohës që duhet të jetë opozita, duhet të jenë deputetët, ku është opozita e me radhë, nuk i duhet kërkujt opozita. Opozita ka treguar që nuk i intereson fare Shqipëria. Opozita ka treguar që nuk i intereson fare Sazani, nuk i intereson Riolli, nuk i intereson Zvërneci, nuk i intereson Durrësi, pra kanë treguar me aktet e tyre politike. Përderisa këtyre nuk i intereson, nuk kanë punë të bëjnë pis një protestë të pastër qytetare, si PD-ja, si PS-ja, si LB-ja, si SHB-ja, si mundësia. Pra këto, nëse duan të vinë si individ, edhe duan të jenë aty si individ, njësoj si që isha unë edhe shumë tjerë, bujrum, t'i bashkojnë qytetarëve, sepse është një protestë qytetare, por me logo partije, me bluza me logo partije, me njerëz që mblidhen grupime të caktuara nga selitë qendrore të partive politike, të shporrën një orë më parë. Edhe të rinë në qofshin, edhe duan të bëhen servil të atyre që kanë 36 vjet që e shkatojnë këtë popull, të marrin rrecat dhe të hiqen nga qytetarët. T'i largojnë qytetarëve sepse interesat e tyre politike nuk kanë lidhje me kauzat e pastra. Dhe kauzat e pastra duhen çuar deri në fund. Dhe si çojnë kauzat e pastra deri në fund, kur ngelen besnike të fitores së tyre. Dhuna që u bë atij djali duhet marrë jehonën e merituar. Gardhi në Zvërnec duhet të shëmbet një orë më parë edhe duhet të anulluar projekti. Gjithashtu edhe në Rjoll duhet bërë njëjta gjë, edhe në Durrës duhet bërë njëjta gjë, edhe në shumë vende të tjera ku Shqipëria e shkret po vuan nga po kjo klasë politike që i quan projektet jashtëzakonshme, i merr pronët e shqiptarëve, ka teknikalitete, pa diskutim, ka ligje, ka nene, ka certifikata pronësie, këto janë çështje që përkasin gjykatës. Kauza qytetare dhe protesta i përket qytetarëve. Unë të falenderoj Ores që ndale pikrisht e këtë dhe bëre një sqarim për rreth çështjet që kisha unë në dilemë për pjesa është që a duhet të funksionojë kështu protesta edhe kur e organizon këtë protestë Partia Demokratike? Partia Demokratike organizon protesta... Po bëhet përjashtim ndaj kësaj pjese. Kur organizon një... S'ka rëndësi, qoftë partia opozitare apo diçka tjetër. Kushdo parti që ka organizuar protesta në Shqipëri ka parë që ka dështuar. Ato protestat organizuar nga partitë politike bëhen për Reels në Instagram. Ato protestat nga partitë politike bëhen për të bërë një shushunjë mediatike ndërkombëtare që të bëhet jehonë dhe të duket sikur bëjnë opozitë. Pra nuk kanë, nëse do të marrim një shembull kryesor, është Partia Demokratike që del dhe thotë ky është kilometri i fundit. Po cili është kilometri i fundit? Kilometri i fundit thotë është që Partia Demokratike të vinë në pushtet. Shqiptarët kur e dëgjojnë këtë thonë, vlla, faleminderit, ne nuk përzihemi. Ju jeni struktura, ju jeni antar partie, dilini për zot partisë tuaj. Po, nëse Partia Demokratike apo çdo parti tjetër politike opozitare thret një protestë për onkologjikun, për trajtimin hormonal, çfarë janë këto që kanë dalë tani, për mbrojtjen e familjes, për çmimin e lartë të naftës, për çmimin e lartë të ushqimeve, e për shumë kauza shoqërore të tjera që e shqetësojnë këtë vend apo për pronat e tjera më radh, unë jam i bindur që njerëzit do të bashkohen. Por qëllimi nuk është kjo. Qëllimi i protestave dhe të opozitës është që të dalin në fund fare kryetari, të mbajnë një fjalë frymëzuese, të tundi flamurin dhe të plasë Molotovi. Sot dje nuk kishte Molotov, nuk kishte lider në atë protestë. Ishin disa djemë dhe vajza të nderuar që kanë me 10 vite që merren me protesta, Benkola, Bletçakalli, Arilda etj me radhë, dhe treguan që me një farë organizimi shumë të vogël, me thirrje nga rrjetet sociale, me një kaos shumë të drejtë që ishte mos dhunimi i dinjitetit të shqiptarëve. Pra, u prek dje dinjiteti i shqiptarëve. Nëse dje janë ngritur për dinjitetin, unë besoj se kauza do vazhdoj. Por nuk mund të ngrihen njerëzit më për PD-n të vinë pushtet apo për mundësinë të kryet partia e madhe. Qartë, jemi mbledhur jashtë Partisë Demokratike. Po pa diskutim, po meqense është. Kolege, ju si keni parë për pjesën e protestës që është organizuar ditën e dieshme për shkakun e dhunimit të një qytetari në Zvërnec? Shiko, shumë e drejtë që protestat nuk duan thirrur më nga partitë, po duan thirrur nga vetë qytetarët. Nga ajo e dieshmja që mua më bëri përshtypje ishte një nga sloganet Shqipëria nuk shitet.
mos u dorëzoni, anulloni projektin. Kanë qenë slogane shumë të thjeshta, po slogane që ke dikujt që mund kalonte aty në rrugë dhe të rishte vëmendjen. Unë kam qenë 2 herë duke raportuar, nga të 2 herët më janë ofruar turist duke pyetur sepse i ka bërë përshtypje që çfarë ishte. Në momentin që ti sqaroje që ishin qytetarë të thjesht, të mbledhur për një kauzë që i ka prekur, jo vetëm ata, por të gjithë neve, ata të gjithë i bësh shefi. Do të thënë i bëj shefi sigurisht një protestë e organizuar vetë nga ata për vendin e tyre, jo më thjesht sikur kishin për disa ditë pushime në Shqipëri, jo po shikonin diçka të re dhe një frym të re. Pra protesta e dieshme ishte një frym e re, një frym që unë uroj shumë të vijoj, mos të kemi që sot kur dalim në terren të shohim që kemi 2 fish natyrë që pa ndje, mos ndellni prapë siç ka ndodhur në 2018 më gjetën siç e përmendi Oresti me protestën studentore. Pra kishte edhe turistët të cilët përveç se ju pyesin kur ishin në raportim të drejtë për së drejtë, kishte edhe turistë ju bashkuar marshimit të protestuesve ditën e djeshme. Mua më ka bërë përshtypje për shembull një çift polakësh që qëndruan aty. Pra deri në fund të protestës ata kanë qëndruar aty. Më ka bërë shumë përshtypje kjo gjë se mbasa nga që jam mësuar tani Shqipëria nuk është më ai vendi izoluar që nuk dëgjohen se çfarë ndodh në Shqipëri, tashmë është një vend që pak a shumë politikat janë zgjeruar nga aktualiteti raportohet nga jashtë. Dhe fakti që aty është vrarë veshje që në Shqipëri ka vetëm protesta politike, jo vetëm protesta që ngrihen për kauzën, mbasi ka bërë kjo përshtypje ka thënë okay, po qëndrojmë nga ne, ti bashkohemi, le të themi, kemi një formë motivimi edhe për ta. Ore, çfarë pritet të ndodhë në ditën e vijim për çështjen e protestës që organizuat ditën e djeshme? Do të kemi sërish një protestë të tillë? Keni informacione rreth kësaj pjese? Me informacionet që kam, është thirrur protesta e sotme, pa diskutim me vijimsinë e protestës së djeshme, për ata që nuk patën mundësi të vinin, sepse ka pasur shumë njerëz që më kanë kontaktuar nga qyteti im, që nuk patën mundësi të vinin, por janë organizuar për të ardhur sot. Kishte student që unë sot i kam takuar tek Akademia e Arteve, tek Ekonomiku, pra unë kam dhe miq të mirë, shokë mi që nuk kanë qenë dje, po do jenë sot. Dhe pa diskutim, protesta e sotme do të vazhdoj dhe do të ketë dhe një protest tjetër në fiks në vendin e krimit, në Zvërnes, aty në Nart, dhe kauza do të vazhdoj dhe do të ketë pa diskutim kërkesat. Kërkesa e parë ishte dorëheqja e ministrit të Brendshëm, kërkesë llogarie ndaj Ministrisë së Mjedisit, llogaridhënie nga qeveria dhe pika më kryesore ishte anullimi i projektit. Pra këto janë kërkesat që u artikuluan dje. Do të vazhdojnë në forma të tjera nga ata që cilët do ta ngrenë kauzën dhe do ta zhvillojnë më tej qytetarët e tjerë me radhë, do të ngrenë kërkesa për tendimet e tyre, por deri tani këto ishin pikat kryesore. Dorëheqja e ministrit të Brendshëm, ka pasur dhe thirrje për dorëheqjen e kryeministrit, ka pasur kërkesë për llogaridhënien nga qeveria dhe anullimi i projektit. Këto kanë qenë pikat kryesore që besoj do të zhvillohen edhe në Nart edhe në Zvërnes, do të ketë protesta edhe aty dhe pa diskutim deri në fitoren e asaj që njerëzit kërkojnë, qytetarët kërkojnë, kauza kërkon, shoqëria kërkon, deri në fitore unë besoj se këto protesta nuk do ndalen dhe kushdo që mund të japë një kontribut sado të vogël, të kontribojë që këto protesta të mos ndalen dhe ajo që është më thelbësoria të mos bëhen pis nga njerëz që e kanë bërë pis këtë vend ka 36 vjet. Kjo frym duhet të qëndrojë. Nëse unë i pari, që jam ingjyrosur politikisht, duhet të mos ekspozohem tek ajo kauzë, e kam detyrim moral të mos ekspozohem. Nëse njerëzit do të kërkojnë që mos të ketë përfaqësues partive politike apo njerëz të angazhuar politik, unë i pari do të rri në turmën dhe në mes të qytetarëve. Duke bërë aktin tim moral dhe nëse dikush do tentoj, unë jam i bindur që qytetarët nuk do t'i pranojnë. A do të ketë aty njerëz që do vinë dhe të shpalosin ato idetë të tyre, të partive të tyre të tjera, do ketë shumë. Njerëz që do duan të marrin fjalën e tjera, do ketë shumë. Por nëse qytetarët dije, vendosen atë shka panë gjithë, besoj se dhe çdo kush tjetër që do tentoj ta bëj pjesë të kaos, do marrë përgjigjen e merituar. Ashtu siç e mori përgjigjen e merituar kryetari i opozitës bashkë me kryeministrin e vendit. Ramanburg, Berishanburg. Ishte thirrja e qytetarëve dje, sepse që të dy janë palë e vjedhjes së shqiptarëve, jo vetëm tek Narta, jo vetëm tek Rjolli, por duke filluar nga ligji 7501, që e bëri Saliu në kohën e vet, edhe duke vazhduar në të gjitha vitet që shqiptarët kanë parë vuajtje me sytë e tyre. Dhe Shqipëria është në një katastrofë që politika po mundohet ta
ta përçoj të qytetarët sigurisht një gjendje normale me ca kriza të vogla shoqërore. Por jo, qytetarët dhe kur një student 19-20 vjeç thotë që Shqipëria është bërë tmerr, ti e kupton që këtu ka ende frymë dhe ka ende njerëz që duan të reagojnë për vendin e tyre në një moment të duhur, në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. E qartë. Gjithashtu ju do jeni sërish në terren për të raportuar. Për të raportuar dhe patjetër për të protestuar. Si e parashikoni ju që do të jetë protesta ditës sot? Do jetë më masive se ajo e ditës kaluar? Shiko, duke parë nga gjithë analizat që na bëri Oresi sot, jo vetëm Oresi ka marrë ato mesazhet nga miqtë e tyre, por edhe unë sot në auditorin tim kuptova që shumë studentë gazetarisë sot do të jenë aty të pranishëm. Kuptova që nga fakulteti jonë do ketë pafund. Kështu që mendoj që organizimi do të jetë akoma më i mirë, do të kemi akoma më shumë pjesëmarrje, por unë dyshoj sa do kemi pjesëmarrje pikërisht në vendin e krimit. A do i treme qytetarët për të drejtuar, apo do të kenë sërish ato frymë rebele siç e kanë pasur këtu në Tiranë? Porest. Do të shtoj diçka. Qytetarët e Tiranës, ata që ishin ndjeshëm qytetarët më së shumtit të Tiranës, dhe në Nart nuk i takon qytetarëve të Tiranës të protestojnë, i takon qytetarëve të Vlorës. A ka njerëz që duhet i bashkohen dhe jashtë Vlorës, pa diskutim që po nuk e mohoj. Por ne timi të qëndrojmë pak në realitet, të qëndrojmë pak në atë përditshmën tonë monotone, që njerëzit kanë ato punët e tyre, kanë shkollën, kanë hallet, kanë problemet, kanë tje me radhë, që edhe ndonjëherë edhe qoftë dëshira e madhe, apo pasioni i madh për të shkuar tek vendi i krimit, ndoshta nuk i lejon. Por Tirana këtu është, sheshi aty është dhe unë besoj se do të ketë pjesëmarrje shumë të madhe sot, ndërsa në Nart i takon vlonjatëve dhe pa diskutim edhe të tjerëve që do kenë mundësi të shkojnë. Orest, pyetje, po. Të bëjnë ndërrit vogla? Po mirë, nuk i takon vlonjatëve të vinin nga djegë sot në këtë protestë? Jo. Po pse jo? Sepse ata do të mbrojnë, ka pasur vlonjatë, ishte Klajdi Bello ai që foli dhe kishte biles kokën e çarë këtu, nga gurët që kishin hedhur mecenarët, kishte qytetarë të Vlorës. Ai takon pa diskutim. Po them në mënyrë masive, pasi në mënyrë masive në Tiranë janë institucionet kryesore që marrin mesazhet e qarta. Por sot nuk po flasim vetëm për Vlorën si kauzë, sot po flasim që shqiptarët më në fund u ngritën. Vetë. Po patjetër, kjo është gjëja kryesore që ne duhet të ndalemi. Dua t'i qëndroj dhe t'i mshoj vetëm kësaj. Në Vlorë, kush ka dëshirë do shkoj, kush ka mundësi do shkoj dhe do t'i mbështesi qytetarët e Vlorës, qytetarët e Zvërnesit e të gjitha të tjerët me radhë, siç kanë qenë në Rjoll. Ditën që u bë protesta në Zvërnes, unë personalisht kam qenë në Rjoll. Dhe ishte po njëjtë situatë, si në Rjoll, si në Zvërnes. Pra, unë kisha dëshirën shumë të madhe për të shkuar në Zvërnes, por isha në Rjoll. Pra, disa aktivistë dhe njerëz dhe miq të mi të tjerë ishin në Zvërnes, ne disa të tjerë kemi qenë në Rjoll, sepse Shqipëria sot është bërë është preku nga të gjitha anët, kjo është normale, por problemi që ndron këtu, që neve nuk mund të themi që këta qytetarët e Tiranës nuk duhet ngrihen në mënyrë masive për në Vlorë. Sepse unë mendoj këtë, në momentin që Vlora është një qytet i vogël krahasim me atë popullsi që ne kemi në Tiranë. Në momentin që ne e lënë gjithë protestën aty në dorë vetëm të vlonjatëve, ata nuk mund të tërhiqen. Sepse janë shumë të thjeshtë për të pikasur dhe për të... Një diçka të shtojnë, e vogël e shkurt fare. Po, kisha kam edhe një pyetje që nuk do t'i largojmë se kemi. Në qytetin e Durrësit, kam qenë unë me disa banorë të Tidit, që i prishin shtëpitë, që kemi ndërmarrë nismën e parë për të organizuar protesta. Kemi qenë fiks në gusht, sapo ka dalë VKM-ja, kemi dalë dhe që në gusht të vitit 2025. Dhe deri sot që flasim, ne nuk kemi rreshtur së bëri dhe organizuari protesta. Fryma nuk ka rënë, njerëzit nuk janë larguar, flas dursakët, nuk janë larguar, dhe fitore kanë marrë. Kanë marrë një përgjigje që po pezullohet projekti. Unë uroj që nga vlonjatët të kenë frymën e dursakëve në këtë rast. 9 muaj qëndres të qytetarëve të Durrësit dhe nuk kanë qenë të shumtë në numër. Kemi qenë, apo nuk kemi qenë 50 veta. Pa ma 50 veta krijuan qytetarët një protestë që nuk e ka parë Shqipëria në 35 vjet, që të ndjekësh drejtorin e IKMT-s, t'i kërkosh llogari dhe t'ia përplasësh në sy, ta rrethosh mos di nga të vej, kryetarin e qarkut t'i kërkosh llogari, ta ndjekësh në përsheshen e qytetit Durrësit, t'i zësh. E dini ju që
një ditë përpara protestës së madhe në Durrës i rëzën dera kryetares bashkisë brenda bashkisë. Në të dyja krahët, dera mbrapa dhe dera para. Ja, është një gjë që mediat nuk e dinë. Dhe kjo ka qenë vetëm fiks një javë përpara se të vinte kryeministri në qytetin e Durrësit. Ka qenë thjesht një kalimthi i imi me një banor të asaj zone, ku kemi parë drejtat e bashkisë hapur. Menjëherë kemi thirrur qytetarët e tjerë dhe kemi thënë dera kryesore dhe dera mbrapa, asnjë zyrtar që ndodhet aty lart nuk do të zvesi poshtë. Dhe është detyruar në kryetari i bashkisë të marrë një përfaqësi banorësh, të ngjisë lart dhe mas një jave ka ardhur kryeministri. Nuk kishte aty numra aktivist, media të fare. Pra kjo është fryma kur ti do fitore. Pyetja ime ishte Orest kjo që pa diskutim ditën e dieshme ka pasur goxha vlonjat. Ka pasur diku te 35-40 vlonjat që i kanë parë vet dhe nga rreth misisime. Kjo është diçka e pashbërshme. Por desha të bëj një pyetje. Po kur ndodhi koha që ishte që u prishën ato ndërtesat në thellë, duhet të vepronin të njësoj të gjithë shqiptarët ashtu sikur se u ngritën në protestën ditës së dieshme që do ngrihen edhe sot? Shiko, thethi shqiptarët reaguan online, ka pasur aktivistë që kanë shkuar në theth, ka pasur të rinj që kanë shkuar në theth. Tani pse nuk reaguan shqiptarët më përpara dhe nuk po reaguan. Po njëjta gjë është, po zërisht njëjta gjë, po të lutem. Jo që është njëjta gjë mik, unë atë kohë kam qenë duke bërë një emision turizmi. Nga ne kemi qenë duke xhiruar bashkë me kolegun tim. Në atë vend, nga aty të gjithë ishin sikur nuk kishin ndonjë gjë. Pra ti nuk ishe çfarë plani. Ke qenë në theth atëherë? Po, kam qenë në theth. Kam qenë pikërisht në atë kohë duke bërë emisionin tim që promovoj Shqipërinë, emision turizmi, që ne, me thënë të drejtën, nuk dini me ç'a planesh të mbulonin me emisioni, sepse nga një anë prishej, nga një anë qytetarët duke gjë zakonshme. Nuk ka qenë vetëm e tmerrshme për ne, që ishin duke ndërtuar një emision, që mund na ikështe gjitha poshtë, po ishte e tmerrshme për turistët që ndodheshin aty. Nga ne të gjithë kemi pritur që qytetarët do ngriheshin, po jo që vetëm që nuk ngritën, po mbyllën nga goja në rrest. Nuk mendon, nuk mendoni që janë zgjuar pak vonë shqiptarët? Jo, më mirë vonë se kur, Mikel, në gjëmo. Ta kesh sigur, më mirë vonë se kur. Dhe... Ashtu talon edhe tek demokratët, më mirë vonë se kur do të thënë demokratët. Jo, demokratët e kanë o sot o kur. No, shiko, çështja e thethit ishte një çështje edhe komplekse, sapo kishin mbaruar zgjedhjet parlamentare, mos gabohen. Po, sapo kishin mbaruar. Sapo i kishin dhënë votën asaj qeverie, sapo opozita kishte fjetur gjumë, dhe në atë kohë shqiptarët e morën si një çështje të cilën edhe duke shprehur atë me një tjetër, në? Vetë i dhatë votën, vetë pranon e vuajtjet. Po. Pra shqiptarët kanë edhe nervin e tyre. Kur prishën në theth, po Shkodra mbas 30 kusur vitesh u kthye Mavi, ta marrim të thënë. Shqiptarët thoshin vetë i votuat, vetë mbaj. Dilte zotëria aty që kishte dërtuar atë një kabinë në theth dhe thoshte, unë i kam dhënë votën, po mirë më zotëri, përse të ngrihem unë ti kur ti ata janë të njerëzit e tu? Përse, më falë, përse? Ti e ke votuar, zotëri, përse? Po mirë në këtë rast se mund të themi që i kemi dhënë votën. Se prapë që ndrem me qeverinë aktuale në opozicion. Jo, unë personalisht. Ti, zotëri, e ke ndërtuar të bytinë në theth, ja ke dhënë... Po. Është çështja jote, më nuk po të ndërhyj, mos ja jep. E ka kanë X-Y. Po pse të vi unë? Zgjidhem valla me njerëzit e tu. Dhe ka qenë fiks mas fushatës elektorale, mas mashtrimeve të mëdha aty me radhë. Po sot, olla thoni shqyr që njerëzit po ngrihen. Rrath pak. Po patjetër që shqyr që u ngritën, po inshallah nuk i zën gjumi prap, ky është problemi. E urojmë shumë këtë të na ftojë miki sërish. Po patjetër. Edhe ti themi që e fituam betejën. Në vallën e Kuksit, të atëhershme, kur u prish Trau, kryeministri Rama ku ka dalë në konferencë nuk mbante dot frymën. Dhe sot e di çam pëlqeu sepse një fragment shumë të shkurtër e hapa që po shkoja pak atë çapo mashtronte dhe tha, unë tha jam përfaqësuesi i qeverisë që ju i keni dhënë votën. Unë jam përfaqësuesi që ju më keni dhënë besimin që ta bëjmë Shqipërinë më të mirë me vizionin që unë kam. Pra ishte një formë kërcënimi ndaj qytetarëve që ju vetëm zgjodhet. Tani pse më kundërshtoni? Nëse kjo çështë këndvështrimi ores në disa e shohin në prizmë që e shohin, disa tjerë shohin komplet ndryshe këtë pjesë, disa e shohin për unë do doja mos ta përfshinin fare as PD-n, as PS-n, as opozitën, as deputetët, as partinë, as qeverinë fare.
Jo i përfshit ato. Jo i përfshit se unë i kapton protestën dhe ajo protesti ka dalë kundra. I ka dalë kundra këtyre dhe besoj se do t'i qëndroj kundra. I vetmi vend në botë ku urrejtja e popullit dhe qytetarëve është e njëjtë, si për kryetarin e opozitës, si për kryeministrin. Berisha, Rama, Burg. Kjo është e thirrja e djeshme. Iliri e mori atë që meritonte, është aty, atë të vazhdoj. Duan dhe këta dy të tjerët. Për fat keq ishe Sovrani ditën e sot me Ilirit. Sovrani po flet edhe besoj se kur flet Sovrani, politika duhet të huli kokën, hundën edhe duhet t'i falet. Jo ti mbështesi, t'i falet. Sepse i kanë bërë të vuajnë shqiptarët 36 vite, edhe etrit e tyre politik i kanë bërë të vuajnë 45 vite, dhe po shqiptarët nuk kanë gjetur reatlikun e tyre njësoj si gjithë qytetarët e tjerë të Europës, edhe pse janë në zemër të Europës. Dhe gjithë këto shqiptarë vuajtje, e gjitha lot nënash, e gjitha njerëz që kanë ikur jashtë, edhe gjitha të rinj që ikin jashtë, i kanë për shkak sepse këta njerëz që sot i qeverisin, ata që i kanë qeverisur dikur, i kanë bërë këta njerëz të vuajnë. Ores, mendoni se ditën e sotme protesta do të jetë një protestë paqësore, po do të jetë diçka ndryshe nga e cila ne nuk e kemi parë ditën e djeshme? Për këtë duhet të natyre të tjerëve, qytetarët të vendosin vetë. Edhe dije ne nuk e dimë. Edhe ju pjesë e tek qytetarët bëni, se derisa dini dhe edhe marshoni në një protestë të cilën për një kauzë të përbashkët. Ne nuk jemi qytetarët do protestojnë edhe po japin mesazhin e tyre në mënyrë qytetare. Nuk ka nevojë, edhe po të godasim kryeministrin, nuk do ketë vlerë, edhe po të godasim ministrin e brendshme, nuk do ketë vlerë. Do të ketë gjëra simbolike, mesazhe simbolike, disa akte të vogla për të treguar një simbol rezistence edhe të revoltës, por nëse protestat do të jetë masive, ashtu siç nuk i mbajtëm dot njerëzit në atë lloj masiviteti, ashtu nuk do ta mbajmë as organizimin, ata që kanë marrë përsipër. Nëse njerëzit, një vrulli dhe një zëri do duan që protestat marrin zhurmë të madhe në rrugët e Tiranës, nuk e ndalon kërkush. Nëse do jetë një protestë qytetare, do të vazhdojë në mënyrë qytetare. Ashtu siç nuk u kontrollua dje që prisnin 40 vetë dhe na erdhën 4000, ashtu nuk mund ta kontrollojmë as sot protestën nëse do të jetë paqësore apo do ta vendosin vetë qytetarët formën e saj. Le t'ja lëmë në dorë njerëzve, le t'ja lëmë në dorë njëri tjetrit dhe le t'ja lëmë rrjedhës se si do vazhdoj rrjedha natyrale e kësaj revolte. Pyetja ime e fundit për ju pasi ne do ndahemi, se minutazhi nuk të premton shumë kur je në një debat televiziv, por pyetja është kjo, Orest, mendoni se do të kemi një reflektim nga ana e çështjeve të cilat po diskutohet për kohët të fundit për çështjen e Zvërnecit? Do kemi një pezullim të këtij projekti? Si e shihni ju? Me revoltat qytetare, me kauzat dhe me protestën qytetare që po zhvillohen, do të ketë, me gjithë besimin tim, besoj se kur njerëzit do ta ngrenë zërin në maksimum, do të ketë një anullim edhe një reflektim edhe nga qeveria aktuale sot, edhe besoj se do të ketë një fitore shumë të madhe për gjithë shqiptarët. Fitoren e parë e arritën. Fitoria e dytë tani më është Zvërneci. Fitoria e parë ishte zgjimi, fitoria e dytë është Zvërneci. Me zgjimin do fitohet dhe Zvërneci të qëndrojë poshtë shqiptarëve. Jorda, ndonjë gjë të fundit që nuk e kemi thënë rezervuar? Besoj se kemi mbyllur gjithë, po sot është dita më e mirë, një qershori, dita e fëmijëve, të gjithë të dalin aty të protestojnë nga për drejtat e fëmijëve të tyre. Mua djem ka bërë përshtypje që ka pasur shumë fëmijë, dhe kanë pasur sa postera miki që të preknin në shpirt, postera që vërtet ishin dinjitoze, dhe postera që unë vërtet uroj të shkojnë në syt nga veshët e qeverisë. Jorda, unë të falenderoj që të patë dinë sot me këtu në intervistën ditës në panelin tim. Faleminderit ju, Miki, kënaqësi ime. Ores, faleminderit dhe kënaqësi, dhe do të mbetemi sërish në kontakt për zhvillimet e fundit në protestën ditës së sotme. Gjithashtu dhe me ju, Jorda. Zonja dhe zotrinj, kemi ardhur në fund të intervistës së ditës dhe për ditën e sotme. Ju lutem që ndroni në Dritare Televizion për të rrjetet e fundit të rreth protestës të organizuar ditën e sotme. Ju falenderoj dhe ju ftoj të bëni subscribe në Dritare Televizion dhe në kanalin e YouTube-it të Rudina Xhungës. Faleminderit.